Tani këto momente është koha e metit. Shohim se cilin prej sportistave e ka vizituar këtë javë. Qëndroni me ne sepse mas metit pastaj vim edhe me gjëra tjera interesante. Kemi edhe promovime tjera të videoklipe për të promovuar në studio emisionit Një Kafe me Lavi. Përshëndetje për gjithë juve, sot gjidem në Isniq, ku ka marrë me vizitu kickbokserin, po ashtu edhe kampionin të këtij vendi, është Shpejtem Ahmetaj. Shkojmë qyro ma në shpe edhe shumë shka. Mirë, a jem mirë, që shje? Hadi me. Unë e zakonisht po i pa thjerë, që shtë? Ska derë. Okej, pa ndirë. Okej, unë erdha në shtëpinë e Shpejtimit, kampionit tonë, kickboksit. Mirë se të gjeta, ose mirë se erdhë. Mirë se keni ardhë. Sot jena do t'jem zbashko gjatë gjithë ditës, edhe do t'kuptojnë edhe ata shikuese që nëse s'të kam po që shtë jetën private, do me thonë, të këti sporti. E sot do t'ju sjellë në qka të bukur, kështu që apo na tregon konkretisht që sa mirë është me këtë sport. Faleminderit për ardhin e juaj në katunin tim, vendlindjen time, në Isniqin. Me tregu që sa vite merrna me këtë sport, si me këtë sport merrna si fëmijë, konkretisht, pikërisht me kickboxing merrna që 8 vite, kështu që para që më marr me kickbox si fëmijë, jë marr edhe me karate, dhe mandej e kom shpreh vullnetin dhe dëshirën që e kom lindjen, me lindje këtë ngjak sporti luftarak i kom pas, qysh fëmijë, që të merrna me kickbox dhe që 8 vite deri me tani tash sikur përshifni edhe ju vetu do të prezantojnë rezultatet e mia deri ku kam arritur. Pse ndodhe pej karates me kalon kickbox? Çka të bëj ty që me ndru këtë profesion? S'po di çush më shpreh, domethënë karateja ka qenë një sport më s'po di çush më ta shpjegu. Ka qenë një sport më i lehtë. Edhe kështu në shtëpi kom pas domethënë me qenë më marrë me një sport luftarak çka mu ma do zemra. Domethënë edhe kom pas që kickboxi është për mu, që muna me tregu veten që kush jam, edhe kam marrë këtë sport, domethënë mu marrë me kickbox, edhe kam arrit qëllimin deri me tani që unë e kam kërku, dhe besoj që në të ardhmen edhe më shumë. Si fëmijë, cili ka qenë inspirimi i kickbokserit? Cili është ai persona sa ai sportist? Kom pas, domethënë
idol që do më thonë kam pas artista Van Damme, do më thonë që kom pas idol, po pikërisht që kom pas idol kickboxer, që kom pas idol të jetë, do më thonë si fëmijë, kom pas idol Azem Maksuten, i cili është i vendit tonë i Pozharit, është mbi 2-13 herë kampion botë, është një legjend, edhe do më thonë, si pas shikimit qysh ai urreke, qysh, do më thonë, e kom pa dhe, do më thonë, më shku kom pas që mu bo dhe unë si ai, do më thonë, gjithë si fëmijë kom thonë, o ti shadhone sikur ky kickboxer ose sikur ai dhe më në fund të arrita një qëllim që ndoshta ja kom kushtu, po duhet që të punohet edhe më shumë për mu mbrojt ky rezultat, duhet që të punohet edhe më shumë për të arritur edhe më shumë. Tregona çish duhet me qenë sportist, çish duhet me ushqy, çish duhet me stërvit, çish duhet me pushu, çish duhet me flajt, por deri me orë deri te ti ose çish e orë ti si kampion. Sporti don disiplinë më spore. Sporti don program të jetës. Sporti don me ra heret, edhe mu qu heret. Edhe ushqimi duhet me qenë shumë i rregull, ushqimi duhet me qenë ushqim që e mban sportistin, e mban musklin, jo që e fryn musklin, jo bruma do më largu rrepsisht, duhet me qenë mishna. Çka përdor? Unë e përdor më shumë mishna, sallatna, pemë, perime, edhe që si gjarë, do më thonë, qka janë natyrës. Me natyrës janë të gjitha, po qka janë ma të natyrës që janë të majnë ma vital. Po, e dim që ushtron edhe fitness, apo? Po. A e ki këto, do më thonë, lidhet me ushtrimin që e bën me kickbox, apo e ki domas prej stërvitje tjera? Jo, në fitnessin vetëm një muj para meqit, unë e ndaloj. Ose muj me thonë 2 deri në 3 javë para meqit, dhe ndaloj fitnessin, kështu që fitnessin gjithë e zhvilloj në mes ditë, fitnessin ka 40 minuta. Me ngjes ushtroj, 1 orë e gjysmë vrapoj, ka bjesht e isnisit ose të thamë ka bjesht e dëshanit, jenë lidhën bashk, edhe 1 orë e gjysmë veproj aty, vrapoj, mandej në ora 12 dhe një fitness, mandej në mbrëmje 2 orë dhe në 2 orë 20 minuta vazhdoj në Gjakov, ku mundem me shku masi kësaj reviste, mas kësaj, do më thonë, pamje që ne përshbojmë tu, edhe biseda, e shohim klubin, i shohim pikat, trajnerin, edhe sallën ku unë ushtroj. Deri tani sa ndeshje i ki? Ofër 50 ndeshje. Deri tani i kom ofër 50 ndeshje, me amaterizëm, me profesionalizëm, me kret, i kom ofër 50 ndeshje. Edhe, so fitore? Muj me thonë lirisht që të gjitha i kom fitore, deri do më thonë, fillimin e karrierës, që i kom pas deri në 4-5 humbje, mandej kom fillu. Fillimet, kuptore. Fillimet të cilat më kara mundesh me njerëz të fortë, dhe gjitha i kom fitore tjera, dhe besoj që do kori fitore dhe ma shumë. Cili është ai meqi që ty tjetë ashtu të mendje, që ke posë ma të vështirë? Më me cek këto të fundit, që edhe jes të lisë me kampion? Po muj me cek edhe këto të fundit, do më thonë, ka qenë një meq shumë, do më thonë, meq i fort, meq i fundit ku me datën 29 nëntor në Gjakov është mbajtur ajo mbrëmje. Ka qenë një meq që u duh mi adhuru shqiptarizmit edhe vetë vetës këtë titull, sepse e kena zhvillu në Kosovë dhe u konë për titull të botës dhe nuk unë guzoft kur qysh me hup, dhe ndoshta kjo arsye ka qenë meqi ma jo, si qysh me thonë, jo i zhvillum qysh ndoshta nuk gjinja nuk kanë pa luft madhe, luft do më thonë diçka të mirë, po ka qenë meq i koncentrum, ka qenë meq me emocionet fitores, ka qenë meq që të fitohet rrypi. Dhe ky ka qenë një meq i cili në karrierën time është kulmi i karrierës deri me tani, po ka qenë meqe tjera edhe në Greqit, në krejt e Greqis, ku jam solis me medaljen e ardhë në vitin 2013, ku aty kom pas ndeshje shumë të rona, shumë ndeshje, do më thonë, radhazi, ku 6 herë për 3 ditë jem hinë duele, ku më në fund të kom marrë medaljen e ardhë. Mirë mëse jena të medaljet e ardhë, a një përshatë për boli kena me njoje kupa, gjona ndryshme, kështë që Aty janë. këshëm dosh me shku dhe nga tjela me na folë përgjithësi për se cilën nga pak. Po, pse? Okej, kalojna? A i ke nëmru në erë, sa gjithsej i ki? Apo vjen këtë? Kom nëmru, po. Tash, mi janis, këtu kom edhe medaljet e cilat janë... Qto? Ku e ke fitu? Këto në realitet e kom në sportist i vitit në vitin
2011. Do më thonë po, 2011 i komunës së Deçanit. Kjo është medalja ku jam zgjedhur sportist i vitit në Deçan. Mirë. Unë e përshë. Qëto? Kjo është medalja ku e kam marrë vendin e dytë në Athinë. Në vitin 2013. Vendin, Vendin e dytë në Athinë. Në Athinë. Okej. Greqi. Greqi. Kjo medalja prap ku e kam marrë vendin e tretë në Athinë. Në Greqi. Cilin vetë ka qenë kjo? Në vitin prap 2013. Po, në disiplinën kickbox. Në disiplinën. Unë e përshë që të një kupë shumë më të modhe, prej këtyne tjera, Kjo shumë e rona. Shumë e Kjo të regon që rona. do të me punu shumë. u kone ronë dhe zërë me majtë dhe me fitu. Kjo me kupa ku meqin e fundit e kom zhvillu në Gjakov, ku jam stolis me këtë kupë dhe jam stolis me rrypin e beke us të vendit parë në botë në minus 76 kg në Gjakov. Edhe çfarë ndjenje është mi pas këtu në shtëpi? është një ndjenje e mirë, është një Po e ndjenje. din që çka ke hek edhe çfarë pune ke bo për me arrit këtë sukses. Puna mundimi harrohet, ndjenjat jesën është një ndjenje e madhe në një vetën krenar për punën, për veprat e mia dhe që edhe një dhe ma krenar që për shembull e kom flamurin në të Kosovës ku me vite kena luftu, kena vujt me qenë sot me flamur me drejta të qushimi. Po s'ka më mirë se një sporter se ti me përfaqësoj Kosovën në një mënyrë më të denjë dhe më të mirë. Unë jam krenar që përfaqësoj. Për mëni krenar edhe na gjithë shqiptarë që i kena kësi sportista. Unë e një vetën krenar, pikërisht po foli për vetveten, e një vetën krenar që këto medalje janë të Kosovës, këto medalje janë rezultate të mia, po të dhuruara të Kosovës, të cilat me gjitha punën brenda Kosovës, me gjitha punën me ushtrimet e Kosovës, me ndihmën e familjes time, i kam arritur gjitha këto medalje që t'ja dhuroj vendit tim dhe vetvetes. Mirë, unë po kaloj këtë pjesën tjetër, ku përshë edhe një kupë tjetër. Sportiste më i mirë i vitit 2013. Në Gjakov, në vitin 2013, kjo është kupa ku jam zgjedhur sportist i vitit, në Gjakov. Okej, diçka që vlen me cek, që ty të kalon kujtime më të mira. Kjo. Kjo e fundit. Kjo e fundit o medalja e artë, të cilën e ku marrë në Kretë e Greqisë vendin e parë në botë. Do më thonë prapa këta në vitin 2013. Do më thonë, këtë medaljen, këta, edhe këta, trijat i kom fitu mranda një vitin në Kretë e Greqisë. Do më thonë, këto dyja i kom fitu në Athinë, këta e kom fitu në Kretë. Pe krejt këtyne cila ka qenë më e vështirë dhe më e mirë për ty. Pe krejt S'më në shmendo e di, po... Munda mi do ashtë një kulmi i gjitha këtyne që është titli i botës që kom dalë në profi dhe meqin e parë që e kom bo në profi e kom arrit qëllimin që të marrë titlin e botës. Kjo është do me thonë një knaqësia imja, një rezultat i cili nuk paguhet, as nuk ka kurfar, do me thonë për mua është një san një arritje që nuk ka ndjenje më të madhe. Okej, na kena e di që na nëza me nëgje se me folë për çmimet e tua dhe për kupat edhe për medale që ke fitu ti gjatë karierës tone. Unë të rej shumë suksese, kështu që të po ndalemi edhe po vazhdojna me posë që si ushtren shpejtime edhe me posë gjithë shikuesit cilat janë ato peripetita ose ushtrimet më të vështira që i bën ti. Faleminderit shumë për 21-shit, pikërisht për Metit. Falenderoj për vizitën dhe besoj që në të ardhmen keni me qenë prapë vizitor, të cilat keni me pa do titull edhe më të mëdha. Na shpresojmë vështirë me arrit ato suksesin dhe titullin kampion. Besoj Për këtë tani. edhe shpresoj që edhe do të mbroj titullin, edhe do të arriti titullat të tjerë. Mirë, na po ndolmi këtë, ti shko më bogati, edhe po shkojna në trening. Faleminderit gjithsesi.
Shkojmë, një dy kroshetja të hajkim. Vesh, faj. Mama tënë. Një dy kroshetja fort, hajkim. Falë që pjën ndërprej, se unë e pesha që... A më i dy veç të mjë po sofe? Sa dush. Që të regon vetë, sa është e vështirë me ushtru këtë sport. Sa vështirë? Shumë. Me bo këtë. Shumë vështirë me ushtru këtë sport, duhet me qenë me pas vullnet shumë madh, edhe me përballu çdo send në këtë sport. Sa zgjatë treningu? Treningu gjatë mëngjes 1 orë gjys, mes dite 40 minuta, në mbrëmje 2 orë. Cila pjesë është më e vështirë për ty? Mëngjesi, dita apo mbrëmja? Po zakonisht asnjë pjesë, asnjë ura për mua nuk është vështirë, se ja përkushtoj me vullnet, po kryesorja treningi i fundit që me trajnerin që e zhvilloj është më ndeshëm. Mas ditës, kuptohet. Mas ditës, në orët e mbrëmje. Sa është e vështirë apo e lehtë me punu me shpejtime? Ashtë letë se janë shumë djali vendosun, edhe i fortë se në këtë sport dush me konë pak edhe i lem me qëllimet forta fjalla, vendosin dush me pas shumë të madhe kur vish me kry këtë punë, pra atë punë është letë, po goditjet i ka trana shumë. Po janë të vështira për ty këtë? Po pak po edhe kjo më runë, se mas me më rujtë, mu e donë me morë në një gjatë të nimingit, po mirë është. Që sa ko bashkëpunani, apo që sa ko jeni treneri shpejtimit? 3 vjetë dikun. 3 vjetë. Po. Edhe suksesin e kena arrit, pasi që është edhe kampion. Kena pas veç fitore, edhe shpresoj, jo shpresoj, po do të fitojmë apet tjera. Shpejtim, që kam la thonë që për trener? Jeni edhe në Dioni, sport me meshin e fundit që pa ta zhvillu në 29 nëntor në sallën Gjakun Saninushi, ku e mora titullin e botës në verzionin VKU në kilën 76. Dhe tash duhet për të punuar më shumë për punë që duhet titullit mbrojtur. E keni falë vullneti pak e më shumë? Kam vullnet më shumë, duhet me pas vullnet më shumë, duhet me ushtu, duhet me mbrojt titullin. Nuk o kullaj me fitu titullin, edhe me mbrojt titullin. Shumë më zërë me mbrojt se me fitu. Qësh një është si kampion, pasi që edhe njerës tash shojnë pak ma ndryshe? Qësh ku mundi në një krenar që jam kampion, i kom mbrojt në gjëtë e shtetit tim, e kom arrit qëllimin tam që kom mendu që kam arrit, ata kom arrit, dhe mendoj që tash e tutje dhe ma shumë duhet arritur.